ka një fatkeqësi që do ja u them që e di që do mërzis njerëz. Nëse mërzit vetë shumë. Kam pa një dokument zyrtar të shërbimeve angleze, të dhënë nga arkivat 70 vjeçare të Anglisë, atë 50 vjeçare, ku është regjistruar Ahmet Zogu në vitin 1146, pasi Shqipëria bëri asamblen kushtetuese dhe shpalli Shqipërinë Republikë, që i dëshpëruar bisedoi me përfaqësues të lobit jude në Angli, që të vinin në Shqipëri dhe ai të shpallej mbret. Masi humbi mbretërinë. Këta jemi ne, o burr, dhe ka thënë Pashiçi, në Tiranë gjëra zgjidhen. Vuajnë atë maninë e pushtetit. Morën në Shqipëri pa i vrarë nuk zbret nga kalera. Ky është vendi jon, këtu vetëm zë qyqe ka, këtu vetëm Hamza ka ky vend. Më kupton logjikën. Unë jam skandalizuar, unë jam mërzitur, e kam kalu shumë keq një 24 ora, gjithsesi unë kisha një perceptim tjetër për Zogun. Po krejtësisht tjetër. Ajo më ka zgënjur shumë, më ka mërzitur shumë dhe më erdhi bashkë me ca goditje të tjera, raport me Austrinë, me Shqipërinë etj. Pash se sa fatkeq jemi si vend, pa mbështetje, pa mbrojtje, pa krah, pa gjë dhe i vetmi vend që ka mbështet Shqipërinë, na pëlqen është Amerika. Të tjerë që na kanë mbështet, ashtu është na zhduk ne. Për shembull, un kam pas një perceptim jashtëzakonisht pozitiv për Austrinë. Për historinë e saj me ne. Pastaj pas dokumenta që na kishin pushtuar për të na marrë, na kishin coptuar. Ke parasysh kur filloi lufta parabotërore? Kur filloi lufta parabotërore pas një marrëveshje ambasadorësh, që Italia merrte jugun e Shqipërisë, Austria merrte veriut, po jo për ne, për vete. E dashi Shqipërinë dy pjesë ata. Italia do merrte jugun, Austria veriut. Po vitin e dytë të luftë, më fal, masi kaloi viti i parë luftës parabotërore, ndryshuan shumë skema gjeopolitike që kjo nuk u realizua. Pra kur erdhëm këtu në Shqipëri austriakët, erdhën me e morë, nuk erdhën me na përdorë si terren lufte. Ma kuptove, po zbatonin marrëveshjen me Italinë. Italia do merrte jugun. Pra, ne jemi një vend pa mbrojtje, pa mbështetje. Jemi një fëmijë jetim. Dhe pavarësisht gjitha të tjerave, sa do ta urrejmë Amerikën, duhet kuptojmë vetëm një gjë, që po mos ishin Amerika, s'do kishim ekzistuar as ne. Janë i vetmi vend përballë Anglisë, Francës, Italisë, vendeve fituese, Rusisë etj. I kanë dhënë jetë i vendi. Ky është fakt. S'na pëlqen. Po, ndërkohë që thua për këtë për Austrinë, një koment thotë unë kam syt nga Gjermania dhe Austria thotë. Cila Gjermania? Gjermania që ka 30 vjet që të pi gjakun. Gjithë trurin e Shqipërisë, kush e ka trafikuar në Gjermani? Kush e ka shpopulluar Shqipërinë teknikisht? Po, shqiptarët kanë ikë me vetdije. Po. Ai erdhi Gjermani, këtu hapi gjithë shkollat e trajnimit profesional dhe i merrte pa lek fare gjithë burimet njerëzore shqiptare në Gjermani. Lumën e shqiptarëve që ikëm në Gjermani shpëtuam. Po faktikisht skem që kanë ikë shqiptarët nga për shembull nuk shkojnë më në Itali, fillon në Gjermani. Kam studiuar agjendën gjermane. Nuk ikin ashtu siç ka thënë edhe gazetarit e podcasti për Kam studiuar agjendën gjermane për Shqipërinë dhe isha shumë entuziast në fillim të viteve 2000. Shumë entuziast për Gjermaninë, sepse gjithë aparati ishte për trajnim profesional shqiptarëve. Pastaj mësova që gjithë paret që i hodhi me marr gjithë ata që trajnonte në Gjermani. Dhe ti do thosh tash po mirë për të mirën tonë kishte. Nuk e di se mirë është një vendi kur i grabit gjithë trurin. Dhe ky që trafik organesh për mua. Thjesht është legal, nuk është ilegal, se truri është organi më kryesor. Njerëzit e kanë të vështirë të kuptojnë Altinin se nuk janë mësuar t'i kërkojnë të vërtetat tek paradoksi siç bën avokati. Unë jam i sigurt që dobia ime është vetëm që të ngjall dyshim ke njerëzit. Unë nuk i kam thënë kur njerëzve më besoni mua. Do ju them gjërat që ju nuk i dini. Unë i them njerëzve, unë kam lexuar dhe kam mësuar këto gjëra. Po ju ngacmoj që ju vetë t'i kërkoni, sepse çdo gjë që them është e gjetshme. Nuk është një shpikje. Domethënë, unë nuk lexoj gjëra që nuk ekzistojnë për publikun. Çdo gjë që lexoj është për publikun. Thjesht nuk e lexoj njerëz, nuk e dinë që është, më kupton logjikën. Dhe unë hedh dritë ke biblioteka, si thosh. Titulli i librit bëjmë këtu me figurative. Unë jam si bibliotekari që i thotë robe, ka dhe një libër për këtë, ka dhe një libër për atë. Mirëmbrëma, respekte për podcastin dhe për avokatin kryesisht të lutem, pyet pak avokatin për ritualin e balit, konsumohen mish fëmijësh, po djali i Ramës do ketë konsumu, meqense ndjek ritualin e tyre? Jo. Ta shpjegojmë pak ritualin.
fëmijët nuk përfshihen në konsum, janë të konsumueshëm. Ti shpjegojmë sa gjëna. Dhe ritualet janë nga akuzat më të mëdha që është bërë këtu dhe është mohuar gjithmonë nga këta, rituali i gjakut që quhet. Unë nuk e di realisht them konsumojnë apo jo mish fëmijësh. Di që ke dosë Epstein diskutohet për konsumim mish fëmijësh, por sapo janë hapur. Do kemi kohë të mësojmë këtë gjë. Do riktheta dosje besoj? Ajo Po, ajo do të vazhdojë. Një sekond, ajo dosje ka për të varros gjithë deep state dhe gjithë elitat totalisht, po janë të marrë me Izraelin për moment. Ajo që është e sigurt, Po. është që ka rituale të dokumentuara me prova juridike të abuzimit seksual në rituale satanike me fëmijët. Që janë fëmijë jude. Ta shpjegojmë këtë gjë, jude. Çdo të jude. Po të futeni të bëni tani një kërkim online, pyesni në parlamentin e Izraelit, a ka një komision që heton abuzimet seksuale me fëmijët në rituale familjare satanike. Hiqeni fjalë satanike se Po. masi të refuzojmë të përgjigj. Po këtë bëni. Do ju dali lista me emra të tyre, fëmijët e tyre. E dyta, kur ka bërë Stanley Kubrick filmin e vet Eyes Wide Shut, që kemi diskutuar, referenca është nga një mbrëmje Rothschild në vitin 72. Dhe unë kam parë fotografitë origjinale që çdo kujt mund t'i gjej, shkruaj Rothschild 72, ballo me maska, të i dalin që në tavolinë ka kukulla fëmijësh, foshnjësh, të coptuara në tavolinë e ushqimit. Tash unë po them që kishte mish fëmijë, s'mund të kishte fotografi me mish fëmijë, se kishin arrestuar një 200 veta. Po them faktin. Dhe Të lëm pa gjumë to apo? mua kam kapërcyer këto gjëra me kohë. Jam shumë i ftohtë. Jo, po them meqense the të kërkoni, si po kërkoj dhon tani. Kërkoni më. Mjafton shkruani fjalët e sakta që u thash unë, me herë ju dalin. Shkruaj Rothschild 72. Të doli. Më dalin kështu vera gjumë. Fotografi. Ço ke fotot. Do dalin ca me maska. Me maska po. Ajo është. Po të japësh ato me maska, do shohësh i tavolinë që ka kukulla foshnjësh të coptuara në tavolinë, e shef. Tregoja kameras. Ora ngezi kompjuteri, merr fëmijë, ndërhiri direkt tu po plak. Ora ngezi kompjuteri. Moj virus, ku do? Si spara nuk si zboti më dhomë. Tani rituali i balit është ritual i cili Kids of Dada thot. bazohet tek sakrifica e fëmijëve. Ora nuk hapet më, ja, ta kemi kështu. Në Balbek, Për këtë? Kjo është foto? Po. Ajo është foto nga mbrëmja, atë me foshnjë, atë me kukulla. Jo, ka nges tani se ato duhen me patjetër. Janë shumë foto aty. Ka janë 21 foto. 21 foto janë po fiks. Aq kanë mbijetuar, është dhe ftesa një nga fotot. Dhe e çuditshme. Familja Rothschild. Ora ngezi se s'kaloj dot ke pyetjet e tjera me e habitshme. Në Balbek, është tempulli i Balbekut, një nga tempujt më të famshëm në historinë e arkeologjisë botërore, janë zbuluar eshtrat e fëmijëve të sakrifikuar. Dhe Moloku, Bali janë terma të ndryshme për të njëjtën perëndi, dhe Saturni është ajo që e përcakton, sepse Saturni është ai që hante fëmijët e vet. Ke parasysh? Babai Zeusit që quhet. Koncepti i ritualeve është kjo që u thashun. Se ç'ju them tjetër nuk e di.